Përshëndetje dhe mirë mbrëma kudo që jeni, lutim Zotin të jeni shëndosh e mirë. Ka dal çdo ditë që po vjen, po afrohet muaji i shenjtë i Ramazanit. Na lutim Zotin për ne edhe për ju. Më na dhon Zoti mundësi me hynë Ramazan e me prit këtë muaj të shenjtë, edhe me përcjell gjithmonë duke lutë Zotin, më na mundësu me kry obligimet, me kry agjërimin e këtij muaji. E premtja me Halilin, sonte vjen storia parë nga qyteti i Vushtrisë. Na gjithmonë e falenderojmë Zotin, njëherë veç me kuzhina humanitare. Sot, çdo pllom të shtetit tonë të Kosovës, po jo veç, edhe trojeve shqiptare, jemi mundu me kanë me aktivitetet tona, duke ndërtu shtëpi, duke dhuru shpresë, duke hap dyrë të reja. Po ndjekim historien e Vushtrisë, rikthehemi në studio. Përshëndetje, po paraqitemi nga komuna e Vushtrisë, më saktësisht nga fshati Europic, jena te familja e Nexhmi Hysejnit, sot me neve është edhe bashkëshortja e Nexhmis. Zoj, urdhëni. Faleminderit shumë. Mi falenderoj shumë juve dhe kush ka dhënë parë krejt, kush ka kontribu për këtë shtëpi, falenderoj shumë. Mas pari Hoxhën dhe të gjithë juve, gjithëve falenderoj. Tashmë ndërsinë në ambientin e brendshme familjes Nexhmi Hysejnit, nga Pajrana me pamës se siç ka qenë vizitën e parë. Këtu jetojmë që 8 vjet, po dhe me kushte shumë të liga. Burën e kam smut, vetë jam smut, shto veç me një sociale dhe me një penzion me invalidor. Penzion invalidor për epilepsi marr, për vete. S'muna me punu, nuk jam e aftë me punu, më du të me marrë penzion. Po që 3 muj na kanë orë, s'na kanë dhonë heq, s'ku mujt as ilaçe me bli për vete, asë sociale që merr veç ato harqin e shtëpisë, apo mundet njëri edhe ato gjysë vëllai. Këtu kënate ka ble banesën, e ka ble, na ka dhonë neve, ajo është jashtë. Po edhe ai kur të kthehet do të banesa. Po atje në Ropici kena 13 kena veni është i mirë, veç me pos njëri pare me i dis shtëpia ato, se veni është i mirë. Krejt po s'kem pare me ndreq. Edhe këtu banesa shumë me këta. Unë se jam orë këtu kum po sëllëm pej myko, që mund edhe me vërtetu atje dhumën atje në fund është kejtë zë. Krejt. Shumë ka mëk, ka edhe dëbuba të kuqe po janë. Nuk e di ato s'kena mu që 8 vjet mi jek. Dëbuba, mëk. Vëlloj, veç të vllaznia e vet ka herë animojnë, vjeri ka pak, se kërkosh. Qëtu me ushqim. Animojnë qëtu vllone ka qëtu kopën. Kën animon ka herë, na bjen ushqim. Ka punu në ndërtimtaria Patnis, po nuk mujti, se dhaj është në shiqerë. E nuk mujti me punu e la. As vetë s'po moj edhe qikat e vogla. Bile njënë me mujt me punu, a din me janë gjidore, po s'po munu mas njënë. Vete ka me ndalume me letra me punu, s'po jas me punu. Kom pas edhe sëllëm para 2 vite. Tash përdori medikamente. Tash nuk jam e aftë me punu e. Se me pas a din njënë e aftë me punu, njëri në dzirët pak. Po si në asë njën e taf me punu. Që një javë e kam smut me kallë, e o me të ratë që ato vëlla. Që ke malë me të ratë me kallë, edhe vogla që ashtu smut, po ato e quva. Kja nuk mujti me shku, se ke ma smut. Mas shumë të kem nevoj për një shtëpi. Nëse ka një donator, Zoti ish për bleft,
Se vanë shumë të për një shtëpi se myku ma shumë ti, po na bën myku, po kem edhe vetë po kam sëllën për mykut. Edhe fëmija po më smuen që nëse nuk besoni fëmin, djallin e kam, qikën e kam shtret atë ka oq. E kom pas të mjeku që të se ty për spota me që më vështëre. E për mykut tha, krejt për mykut, për nëzant. Unë me këtyre dhe shpinë. Na veç për një shpi jena me ftjaq, mas shumë ti. Se për këto tjera tjo për një shpi, mas shumë ti. Tash ndryshimi i madh për kujin e kanë atje edhe këtu. Shumë ma mirë, shumë këtu ma mirë. Ma pastër, ma mirë, ambienti pastër, qetësi, shumë mirë. Falenderoj Hoxhën Halil Kastratin, e falenderoj edhe juve ekipin, gjithëve falenderoj, edhe kush ka kontribu, të gjithë falenderoj shumë nga zemra. Shumë ma mirë, këtu kushtet ma të mira, vendi ma i mirë, shumë. Fëmija po shkojnë shkollë këtu, mirë, me këmbi po i marrin, po i qojnë. Shumë mirë. Pesha që për janë fëmija edhe ma të angazhun, mësim, shumë mirë, ashtë se të dhënë dhëmë vetë, mësën, shumë mirë. Ne i bashkëngjitim mërimit Zoes në fjalë për donatorë Zoti shpërbleft listat për këtë familje dhe të bëjmë publike në rrjetet tona sociale, na përlona me pamjet e shtëpisë re. Përmendës Zoti shpërbleft, soi urime. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ju bani shumë selam edhe familjes. Faleminderit shumë. Faleminderit. Familja e gëzofshin shtëpin, me të vërtet, për ta po fillon një jetë e re. Për juve, inshallah, që një bo sebeb, shkaktare, mu bo edhe kjo familje me shtëpi të re, Zoti ju shpërblef me të mirat e ti edhe kur mos ju humb. Të dashur shqiptarë, më kujtohet shumë herë, e ritheksojmë, e rikujtojmë, ja rikujtojmë edhe vetës unë. Ka qenë një periudhë për neve jetimat e Ballkanit të bukur, sakrifice madhe, mërzi se mos po dështojmë, mërzi mos nuk po mundemi me majtë kuzhinën tonë humanitare gjallë. Ju kemi thonë se njeti dhe qëllimi kanë qenë kuzhinat humanitare, nga aty neve kemi mësu halët derte, storje të ndryshme të shumë familjeve. Nga aty ka nis të zgjerohet aktiviteti jonë humanitar, dikur me ndërtimin e shtëpive. Pastaj me bursa për studente, për jetim, e me pak ushqimore, me mesh kurbani. E vjen momenti dhe koha që neve nisemi edhe me projektet mëdha, me mega projekte. Kush e ka bo men, hiq më largë se para 15 viteve që jetimat e Ballkanit do të vjen një ditë edhe do të inaugurojnë mega projekte, do të presin shirite të projekteve që janë mësët nevojshme në Kosovën tonë. Ndër ato projekte të mëdha, ne, ashtu si që dini edhe ju, se linjë qendrore e kem në Gjinës të Suharekës, këtu ku është shtëpia të moshuarve. Këtu kemi pa që kjo komunë është sprovuar shumë herë me zjarre, me vërshime. Andaj ka një kërkes nga kuvendi komunal i Suharekës, urgjentisht na duhet një ndihmë e cila është më së nevojshme për komunën tonë. Një qendër e zjarfikësve. Para kësaj neve kemi dhuru për këtë komunë një kamionet për zjarfikësat e kësaj komune. Kamion që bartë me vete dhe shkallët për kate të larta, për intervenime në kate të larta. Nuk kam mjaftu ajo, për e thash, kemi
nis edhe këtë projekt, edhe qendrën e zjarfikësve këtu në komunën e Suharikës. Ju kemi dhënë në emisionet e mëhershme pamjet kur është bo hapja e gur themelit kësaj qendre. Nuk është shumë kohë e gjatë kur kemi nisë me punu. Të shofim dhe i ku kanë marrë punimet. Na këna përgatit për një historie për këtë projekt, po i ndjekim bashkë. Edhe një qendër të tillë nuk e kemë në Kosovë, zjarfikësat inshallah veç e gëzojnë, inshallah kanë punë sa ma pak, po kushtet janë shumë më të mira. E në këtë pikë të nderuarit e mi, ne përveç kërkesave çdo ditë me qindra kërkesa, kem nevoj për strehim, kem nevoj për shtëpi, kem nevoj për smundje, kem nevoj për rroba, kem nevoj për ilaçe. Ka nisë më arë kërkesa edhe të mega projekteve të ndryshme. Në shumë komuna na thrasin halila po him në bashkëpunim, kem nevoj për një projekt tillë e për një projekt tillë. Na po ju thomi, na jem tuj punu pa unal. Krejt mundësit shka i kemi me bo. Krejt ato shka na jepët neve shanca me i realizu, inshallah do Zoti edhe kena me i realizu. Krejt kjo, nas kemi me konë një ditë, që to projekte kanë me egzistu, kanë me konë, e neve në angelet me thonë, o Zot na jep ymër e shnet, që mos lajmë projekt pa realizu, e kur të vim të ti o Zot, nashta inshallah, nuk na humumen edhe na shpërblen neve, edhe gjithë juve që një bo shkaktar, e po bohe shkaktar, e do të bohe shkaktar në realizimin e këtyre. Ishte qendra e zjarfikësve në Suharek, po ndalemi prapë në Suharek. Tash, një familje është gëzuar me shtëpi të re.
Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Tërnje, komunës së Varrikës. Sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë të re, kujtim Vocet, kujtim Orna Çelsen. Tashmo, veç jena në ambientet e brendshme shtëpisë të re, kujtimit edhe familjes tina, e na më po ilana me pamit se çysh ka qenë vizitën e parë. Kujtim Voci. Si shihet, ky her po punon, her s'po punon, ti dhem gumni, po merr në këtësia, që pe lyna, po bjerë copat, pla, po bitë. Që tash para 2 jave e kena ly, po dhe me desh me ne këtu, ky kunati tash te ka saktu në 7 orë, do të me mjalë shtëpijëna. Nuk po kena ku me shku. Ky me punu jo. Rod në i herë, për ne kashore bukë fëmive. Kishojnë ta fëmijën në shkolla sene, po vino mamë që tonë, as po kena mundësime. Shtesat e fëmive sa për i molëm. Fëmive, tashti që i kanë qinë. Ashko. Dhe që ato në i herë, kur përnon kë. Su se mjë atë pikunit edhe ku filgjonit? 5 vete. 5. 2 qika një tjarë. Po këta në shkollë po janë. Ta është i kushtet për lypin, Jo fletora, jo libra, jo tisha. Që po do të më dallu fëmija tanë për shkollës. Po do të nej kujna mja lypë. Kush ka ose babit, ose nej kush motrës, ose kunatët. Shumë keq. Edhe ata i kanë si cili punë të veta. Nëherë edhe ata kanë, nëherë s'kanë. Një shive ha, këtë hinë, ujë mërëna. Këtë pikë që shumë pa peshevit, këtë do të me qitë kofën. Do me qitë kofën. Aty fëmija një lana kusine, kena koritën. Këtu i lana në qëtë sobën ani, që aty gatuj. Molla, mosh po la, Një këtë sobën, mija. E sa vjetër që e punune kjo, pej para lufte shumë ka, bashkaresht. Këta pleqët janë konë bashkaresht. Bashkaj që janë konë. Këta në në shtëqane. Unë me shiku qëra, nina, këta është e mëktë. Minë si do të sopa i kumë qitë që e kom lyje. Këtë po bjenë, plap, një pike. Aty bjenë, nina. Ka uqa që dje i kanë rruka uqa. A i kunatit tem ja kanë prunë ndë shokë. I ka prunë tje. Shumë e shtirë është. Po të lyfë fëmija, dishka shumë tepër e vështira. Nuk e di. Dimit. Te vllaznia mi kanë prunë. Do drune ne kanë prunë. Do druna një 3 metra mi kanë prunë. Ta në të shëqane. O, timin e këthen. Që e këmë qitë i zilira. Timin këni po të herë. Shpretin e lash derën qelmi një herë flati, henë shumë ftofë. Pa, me në qitë derën dimin të mërdhejnë. Anina me pa dimnit bëhat shumë mëkt. Mija ku po flenë, kjo ka prohitin qika. Në spital non-stop kom nejtë. Me këtë qikën se ka bronhitin. Këtu apet po rrën ma terën, se po ka zjarëm. Anina shumë mëk të rrën, se nuk ka zjarëm. Me shtin 2 vena me djekë drunë nuk e. A i vlavi mi ka dhanë 3 metra. Ta është në timnit nuk e dies qysh dojna mja ban. Pa shpiz di ka dojna mja marë. Qish po mujë? Qish po mujë, vëlla? Ka njëherë tataqës në japin. Kune tia ka njëherë ka 3 shishe zetin kër vinë. Na i thës sheqere binë. Kjo kunata madhe që ashtu. Kër vinë vllaznia ka njëherë na i sheqerë, na i që si se në shenë. Gjana kryesore. Për një shpi. Për një shpi.
S'kemi ku shkojmë se S'kemi ku me shku. tash ti ne ka caktu konati për me dalë. S'kemi ku me shku. O, më mirë që s'kemi ku me shkue. A po ndru me nejtë në thmi problem. Nuk e di as, na, jemi drejtu që aty nuk kemi pas lidhe kërkon njëherë në komunë kemi shku. Pe komunës shkum atje në Gjenat, e banë një kërkesë. S'kemi pas gjidhje tjetër. Nuk disha ka me shku. Po shkojnë në shkollë, pishën e thëmijën të ne po vinë shpi po lipin. Kësë po ki mundësi, s'ki ku me marë. A në angëra, a me britesha, flitora, libra, o dhe lazimin për një shpi. Për një shpi, me libri. Kujtim, ndryshim I madh thash, ku na kon vizitën e parë, gjendja, 2 fjalë më na thon pak. Edhe ju falenderoj juve, edhe donatorëve që jeni bërë pjesë, që ne keni bërë këtë shtëpi. Gjendja u kon, atje u kon katastrofë valla. To shumë mirë. Ju falenderoj gjithë donatorët edhe ju shumë që keni bërë, që keni hinë këtë shtëpi të re. Sa atje keni me la jashtë, në shinë, borë, këto mrena krejtë. Shumë gjendje rëndë të kanë, dhe vetë e keni pa ju. Mëkna, kreca, katastrofë kanë. Për fëmije, për çdo sënë, ma mirë. Gjendja kanë shumë rëndë. Tash me krahasu piktushit atje, shumë është ma mirë këtu. Bilam që nitën e Halil Kastrati po vjen. Të tretë. Shumë I falenderoj. Një cendë kush e ka qitë shumë falenderit për atëme. Që ja kanë mundësu fëmijëve, njëve, këtë në qendje. Edhe na I bashkëngjitemi urimit të familjes për krejt juve donatorë, Zoti e shpërblef. Na po ja bëm për herë shtëpinë e re e po e lëna me pamjet e shtëpisë së re. Kujtëm urime. Faleminderit shumë. Inshallah e gëzoni. Zoj, inshallah e gëzoni urime. Faleminderit shumë. Veç me qitë na dorën zemër, t'ishim na në vend kësaj familje. Prandaj na duhet të jemi mirënjohës Zotit, që neve na ka dhonë mundësin, na ka falë shëndetin, na I ka dhonë gjithat mirat. Edhe na ka bo për atyne që jepin, ose në rastin tonë bohën shkaktar u lidhse mes juve bamirës edhe këtyne familjeve. Edhe ti e shkaktar për ndryshimin e jetës. Ti e shkaktar me busqesh fëmija, me undal loti I nanës. Kjo është mana shumë e madhe. Kjo bëhet në këtë jetë. Jem të rrethum nga çdo anë me lloj sprove taksirati. Wallahi, pasha Zotin, e vetëmja gjanë që ta pastron rrugën, udhëtimin ku je nis për me shku, është sadakaja. Janë busqeshjet e këtyre fëmijëve. Janë hallet edhe dertët që ti e bo shkaktar ja u ke lecu shumë familjeve. Gjithmonë kemi thonë, ata që ndihmojnë edhe bohen sebep me gëzu një familje në realitet, e kanë ndihmu vetë vetën. Edhe na si shoqate kemi një parollë
Një fjali, ndihmoje jetimin, sepse ti e ndihmon vetë vetën. O të dashurit e mi, ju donator, ju bamirës. A ju shkon menja në herë se ndoshta ju jeni në gjumin më të thellë. E dikush prej këtyne që ju ja u keni ngjit dorën në kohën kur ju jeni në gjumin më të thellë, këta ngrisin dur drejt qiellit edhe lusin Zotin për juve. E kjo lutje shpon 7 qiell. E kjo lutje ta largon taksiratin edhe ta bën dynjon më të lehtë gjithmonë duke të prit një shpërblim nesër kur do të dalësh para Zotit. Andaj gjithmonë përveç lutjeve të familjarëve që përfitojnë nga donacionet e juaja, gjithmonë jeni edhe në lutjet e tona. Ne kemi thonë edhe thomi edhe do ta thomi. Zoti kur mos e hund. Zoti shpërblet. Më herët I përmenda disa prej aktiviteteve të shoqatës sonë. Thash kuzhina, pakot, bursa për jetim, bursa për studenti, laqe, smundje, mega projekte, shtëpia. Mos harrojmë, shoqata bamirëse e jetimat e Ballkanit është bo shkaktar që shumë familjet kanë edhe ujë të pishëm. Nga djersa dhe kafshata juj, jenë hapë shumë puseta bunare për shumë familje. Një I tillë është në storien që do ta ndjekim tani. Gzim Mazrejko, po me ujtë pijes s'kemi pas heq, edhe ju falenderoj të tonëve. Edhe shumë jam I kënaqur me këtë punë. Shumë, për ujtë pijes po, edhe ma mirë. Valloj shkan të 80 shqipue ma tepër. Ju valla s'kina pas mundësi se me sociale me tanat. Plus të minja vajgjel, tanat, pa bon tani. Falenderoj tonë ata kushin kajnë iniciaturë me ka krejti falenderoj zëmërsisht. I falenderoj. Edhe na jem të lumtur shumë që I mbo shkaktar me pas ujë të pishëm kjo familje. Sadak e rrjedhshme, ju që jeni bo sebeb të kjo e të shumë familje, për çdo mirësi. Kjo është ajo sadaka që do të vjen edhe në kohën kur na nuk jem në dunja, në kohën kur neve na kanë mbulu me dhejë, në kohën kur neve ndoshta edhe të afërmit tanë na kanë harru. Ajo sadaka është e vetme që do të na vjen deri atë ditë kur do të dalem para madhni Zotit me dhënë llogari. Po kjo sadaka është do të rëndon kandarin peshorën nesër kur do dalem para Zotit. Bëni mirë e mushni hambaret që do t'i merrni te Zoti kur shkoni ju, edhe na e Zoti kur mos ju humb. Stafi jon ka qenë në komunën e Kamenicës, ka vizitu një familje, është kthy nga ajo komunë, përveç historisë që ka sjell me vete, na ka folë edhe na ka rrëfye, na ka spjegu më gjënsisht neve për këtë familje, hallet dhe dertet e tyre, gjendjen ku edhe qysh po jetojnë. Ne po ndjekim historien, pastaj kem familjen këtu në studio që do të mësojmë më shumë prej tyre. Na kur shpisune në kena me bujna. O jo nonit, jo që shkam bu qirta na bujna, veç ti nash.
vështirë me bukë edhe me limdim, po kur s'kish kam m'ja dolin vetë, po do të me kë limdim kërkesa për gjithë ku. Eron, se ju mush mo, ju mërzit shumë ju mërzit. Se po mërzit anë, kam që shtojnë vojën. Vojën e kam hazër, se për shkok i thmive, që apojnë kur po më vine, noj nanë qështu, që po mushna, ju mush që shtoj një mush atë farvojnë, s'po moj momi për balla. S'po moj, edhe shtirë është me lypë, shtirë është me kërku në tim visit zëve. Shtirë, na qatë me dojnë, apojnë thëmija, veç atë shkollë që ka shkojnë vinë që tullin, nuk më dalin, shko ki që. Pikëspore ju përshëndes juve si jetimat e Ballkonit që keni shpreh gatishmërinë me ardhen me na bëni vizitën. Ju falenderoj. Na jena të jetuan me qira qëtu. Jena orë që 6 vjetë gjys. Jena orë me qira jena qëtu të jetuan. Jam vete 4-ta. Burri punan ka paken, me limin ka ma shumë mirët. Une qëtu si jam vise shpis, që më thirë dikush me shku me pastru shpia, shkoj. Po ato po do të me mëllu shpenzimet e shpijës, mja arritën shpenzimet ka pak, shka, se regullesh punë s'kam, po verës kur po vinë këta tjashti dikush. Edhe falemderoj edhe komunës që më kanë imun të qëtonë. Në atë fillimin fillestar, më kanë imu komuna. E falemderoj shumën. Për pora se në konë thëmija të vogël, e kena kry malet se ma të vogël, tash të dhe jonë rritë, kanë obligimet e veta, kërkesat e veta, po munona mja plotësu, se tash të në dhe në shkollë që po shkojnë, për jasin kanë herë thëmija për bolizojnë ka pa kanë herën, po i kumë thonë jo pëshër në nanit shkollën, drejtimin e ju. Pse jo jeni në me qiro, ju s'keni, babijat më ladh liminka, e që shtonë, që të farsane i, thonë thëmija. Se prendë mo shumë, jena të e një vetë në rëndë, e kena thonë thëmive, nanit ma mira që kjo liminka me mledh, e me asisë së me shkuën në rrugë të këshia. Po falemderit Zotit, apet po kanë herë po mirë kuptohen, po kanë herë kur pi ngacmojnë ma shumë, tani edhe ma shumë penin, aten shumë veten, edhe kur t'jenë të shpia, nuk dolin, as nuk dolin me shoqni që mu shoqnu me shoqni, rrinë që tonë mrenda, me neve. Me neve, rrinë, dolin para banisës, ka njëherë i thamë, delin nonit paken. Mu s'ma shprehin forten, që për që ta s'po dolmi, ojna njo që të porrina ma mirë. Mërzitna, edhe në këshyri veç që thëmija mos me mpohen, me latë në sy. Largona, këshyri e gjujni që shtojni skej dikon, që me shprej aton. Keqen që shtojnë në latë kaj, mos me mpo thëmija me latë. I thëmë, hajtë nanit se botë mirë, hajtë se edhe na kena me bohë mirë, i bomi mirë. Thashten, për momentin token ma kanë blej vlasnija. E motrat e qështu dikushen. Kanë i muën, ma kanë blej tokën. Po i ke gjalli vogël, i ka 13 vjetë. Na kur shpisunë kena me bojnan. O jo nonit, jo që shkam bo qirtë edhe na bojna. Veç ti e na shnash, ta kena shnetën, se dhe shpia bo, qështë mujna bo. I thëmë, jo nonit, jo se edhe na shpijan kena me bojnë. Si gjithë që kam bo dhe na. Po për momentin mundësia jonë, s'kena mundësien, me bo për shpi, veç si unë ja japa të miren mënuna mja dhënë t'jallit. I thëmë edhe shpi kena me bo, edhe shpia bo. Për parim, kryuzi. Ka që ashtu ose shtirë. Mërzitave se e vlad shtirë, kur për isha, kur për folin që shtu, shtirë. Po shoshnia për folin që të që për dhëtë shoqja, shtirë, do të bishti i ketë në për kontojnjera, dur, për zorit, s'kom kam ja matë. Shtirë. Shtirë o balë, gjinja po më thojt, mos ishte dur, shave bobe, s'ko kam ja matë, për zorit. Nuk ka letë. Do të bishti më përgva, ketë më bolë dur.
Ja këtë pari ka me nic, ka erë ma largë, hecin ko, shave bo. Ka pasë ju më një koj bok, me o bo dy qysh të mive, e më shku falim në edhe për trilionit, marke trilionit, e më shku i kum lyp. Aden për bok, për thmi kum thonë, po më kanë dhomë, edhe kryqë që ko që më japi ka thonë, kur të kish nevoj hajde, e i na shku kena morë, edhe të kryqë që ko që, po ka njëherë edhe kena mejtë, po ju më ro, më kanë thonë, ma kanë thonë, që apo me kanë qelus mas porit këta marke trilionit. Më kanë thonë që ki nevoj, mos unë ngushtani, hajde liresht qatë keni nevoj, ase hajde lepna, na ju jopme. Edhe ju më shku ku morë, vëllaj, shumë herë ju më shku ku morë, faleminderit për tyne, zoti shpërbleft, më kanë thonë. Si ju metën, e që tashtën, ka një herën, ajnë thëmija, oj nanë, që kjo e bleti që to, nasek, hajtë nanit, hajtë se botë dhe kjo, aden që ma lypin një kërkes, dhe mu gjithë, aden si non që jam shpen me ta bash, edhe mu më lypin, oj nanë, jo këti, aden edhe këti i thojnë, po ma shumë për do sene intime që janë mu më thojnë, oj nanë, hajtë nanit se që ta shte bujnë edhe ato, hajtë nanit nesra, hajtë nanit ma, ti veç po na thohen se t'janë po dim 15 vjetë e gjys djali i madhë, tjetëri 13 e gjys, që ta shten ata po kuptojnë, a për thëmija për qëtike që shtojnë në zjenë, e rishna, të një sëdën, lasën jam a prënën, në mëngjes, tha oj motër, tha qështu, e ma kam pru, ma ndëre që në kejtë, ma ndu, shtiresh, se kejtë dritore t'ju hinë ftofti, si në keton, si në aton, na hinë ftofti, një fry me modë, veç kërsosin derat, kërsosin, se me të moq me këtos, qështu e kena gjithë, qështu. Për mua shumë rëndë, djali vogël masi i modhe e ma në vete. Djali vogël e modhe në veç e shanë, e ma qëtë krypë në ato, edhe asi ka një herë fshinë në sytë, e shke e qafi une, anë që me dhone në forcë, hajtë nani se nestra, hajtë se nani bëhet mirë nestra, hajtë. Bobe nam po kur po bëhet mirë për neve. Ata shoqënia po shkojnë se aji që ta shte në klas 10. Ojna në shoqënia thë keni ditë pelu shkollën, ma herët, po e fëllëndreja kujdesorja i ka dhonë mundësia, i ka folë, shumë, se tha pelu tha shkollën. Ta shionë unit, se s'bën pa shkollë sot s'ki kur që t'i dush me shku, me vazhdu shkollën. Qysht mujna na ja dolmi. Po edhe pak që i ka të dojës burit, ato ka paken për na binën qështu. Adin tesha. Se në adin për mos mua si tesha për nabin që ka të dojës. Na kena nevoj mas shumë të një kolmi kryme tonin. Rëmenuar faliminderit edhe Floremen e Ramaboja, ajo ordhen ma ka ndreq për në kec. Ma ka ndreq me, se i kena kalzu që është në puna e rrymës, orë mi ka ndu sigurisat, pas një cent, zoti shpërbleft, se kjo kun me të një herit haloj ka posa të farë me rumulloka. Edhe që shtë një havë të bo lafen, tha hajtë tha se une që ta kum ja kry. E orë ma ka kry qatë punën pas një dinar edhe ko shqipken e ko në kumë. E ko shqip. I thushtë, o le pusha, jo thë ke deri mbramja s'ju lojuve parrin. Për që të kolëm vëllaj. Për që të kolëm qëta me pasë. Po bërzita ka pak, për t'ka dojë e plat, kur pisha, kur po vinë, shtirë. Mirë se kene orë. Si u gjithë. Petrit Kryeziu. Përparim. Përparim Kryeziu. Sa antarë? 4. 2 djemë. Po, 2. Shumë pak të këna nëjtë të folë. Zoja ka folë më shumë. Shumë fjallë në prekën në shpirt edhe neve. Faleminderit. A merë një ndimë sociale? Jo. Pse?
Tashtën, se i kom pas mine vogël, po kom marrë, tashtën, i kom qi dokumenta zisa herë, mi ka reposu që tashtën, jo se ju jeni të zotë për me punuan, ju jeni taft për me punuan. Se këtë kjo po punon me liminka, verës edhe që e thirë dikush kam punon, unë e që shtonë që mujt verës e dimrit s'ka, e që verës në i meshku me pastru në i konë shkajnë pasin, shkaj, veç për një goj bukë. Që sa ko më ledhë liminka? Po pse që kemi avall, shto ka pak. Prej ka jeni ju? Trgoqicë. Rrugocicë. Që sa ko jeni në Kamenicë? Po që 6 vjetë e gjysë. 6 vjetë e gjysë. Po. Vetëm ledhë liminka? Vetë. Me shtire, no? Shti. Shpesh herët njeva të e përmend djalin e vogël. Është ma i prekshëm? Po, e shpri. E shpri atë që e konë me mu e shprien, ma shumë ma djali malë, po ma në veti. Edhe aji ma heret pak ma ka shpri, po tasht për brej, në të fozën e vetë që është, që tasht ma nuk po ma shpri, po peshonën në qire, se thmija e din thmin tëndë, e djali vogël unë bjen kradhe më thotën, oj nan. Gjithë ma shumë se u lidhë me mu, se unë e marë edhe me këto, po kësë po qëllon në shpe, unë gjithë avise në shpe, tani gjithë mija me mu, oj nan, qështu oj nan këj vogli, mas shumë ti. A e në trauma fjallët e ti për nonën? Shumë janë trumë, të unë kur të më thojnën, më bjen voje, edhe veç s'ke njona, dikon që e shatë që u rahatua e, unalë, edhe veç që ka i këshyri ku me gjithë, dikon një skej, edhe më shpërthy voje, më shpërthem voje. Edhe thotën, edhe më ka diktu, zisar më ka thonë, nam, se të kanë kuqë sytë, jo noni zaheren më ka hina i plona, ku me ditën të i krua. A dhe një ikja se i farë se unë e dalë, se i ka banesa jo me qero, i ka 2 balkone. E gjithë dalë në balkonin e matë malë që është, edhe s'ke njona si më shetë, që mu që fryen, që avoj mu së më shofën, veç mu së më shofën e vlatë. Tukojtë. Shtirë është. Po, harëm të lapit lumit Allah, janë hosëll. Thamë ka njerë janë hosëll, nuk se shka s'po shenjeri, që po janë me të mitë, po janë hosëll, shqyqërë, shë me bo, po më lypin. Që ta është e në tokën, ma kanë bo familje. Vlaznia, motrat edhe kanë dimu dhe tjertë, falimderit ti, falimderej shumë, ko shka kontribu, Allah ishë përbleft. Ma kanë morë tokën, tani djali vogël. Oj, nana, kur s'unë kena më bëjë shpi. Kur, jo nonit e bujmë edhe ato. Hajtë se dhe na e bujnë, asi gjithë që kanë po dhe na e bujnë. Jo, na kur s'bujnë, veç që to ma përmend. Gjatë storjes që një ka përmend do njerëz që ta kanë gjitë dorën, një market prej ty në përmendën. Po. Unë se po jesmi, që bëjmë, ka njëherë jesmi pa... A din më nga kalëzu në i rast që ke jetë shumë keq, që të ka metë në memorje? Po ka shumë. Po, vesh njënë kërë më ka thonë djali, o konën, që tashte në konë. Thajna, tha kitë, tha po blejmë petor dhe tha po gjujnë i vogli djali. Tha o pishadin, thmi, me thmi tu, asi, po shki po blej petor dhe po shki po që ojna në kejten, e unë pëse s'po me jep një era, 2 era. Po anë nonit e që kur dhvim babjatën, t'jepen, që babjat kur dhvin, t'jepen babjatën. E më shkuhën i kom thonën, falimderit i falimderej shumën, e Market Drilonin, kena përskejt atë, ata mi kanë që. Market Drilonin. Ata shumë i kanë qelu, dhe më shkuj kom thonën, qështu, kam nevoj, djali po të më lyp, vesh t'ja asihi një kutijen që kur t'i shesin t'i bina, ka thonë, ja, na t'kena të reguën, t'i derën qele ki këto. Qka t'kish nevoj, t'i hajde, liresh, Moskov shmena, ju thua të te koca. Na ka thonë Fadili, na ka thonë Muhameti, edhe avit na unë, adhin marrin, që s'janë atë, ju thëmë, qështu,
Falemderoj shumë, kryq i koq. Qysh për paguni qiron? Qirojnë verës unë e punoj, najherë me fshi, kur vinë këta tjofqë që më thirin, sojnë se bep mas se bepit, hajtë më mangji doren, e i ruj, unë unë am i ruj të mporit, po dhe me liminka, bere qatë vërës, qatë dinar qesh e merë për liminkav, se i bon liminka shumë, i qanë tani merë pore ma shumë, e i bujnë atub, po dhe po një mujnë, që ka të dojës burit, shtu me tesha në një mujnë, që kom nevoj ka njëherë ka bova ki qëllë i kum lypë, për qiro, i kum lypën, qëmi se s'po kom e që me pagu qirojen. Falemderoj shumë se sarësh me lypë, shtirish. S'provo vëtkonin, qaqë, s'di shka thomu. Ta shtokën e ke bo? Po, tokën e kom bo. Cila është rruga që kime njekë? Rruga është dëshmor të kombit të shkolla. Jo, rruga jote, cila është mënyra që kime, mas e ke bo tokën, ku kime trokit të kush kime shku? Po, ne që shtojnë shpresat i kam qëto të jo. Shpresat, sum kam me që të kam qëto të jo, vesh shpresën e kam të jo. Të jo e kam shpresën. A me ndonë që ka me dalë në i donatorë? Edhe me thonë që për e bëjmë shpinë. Po aji, që shtojnë aji mjëzima në dënja lakin. Në qatë që e morë se 6 vjetë e gjysë, hajtë vade mos po botë në i sen, hajtë mos po asit. E për tokë nuk e ku menuen, asë që mbohat, vlavi malë. Vlavi malë. Më ka thonë motër, asë ka full me atë tokës. Apo të pëlqeni në shku veç e këna këshyrë. Thashe me këshyrë vla, thash kur se s'ki pare, thash me shka me marë, s'kam pare. Tha motër, tha veç apo të pëlqen. Unë edhe s'm kanë treguën, se shkoki edhe unë i mrove në stres. Tha motër, tha si të pëlqen, tha, ja pa fshojrin. Thash jo vla, thash unë s'kam. S'kam ke moj, me pagu. Tha qyre motër, tha na kena të bu, tha paret. Tha poret i kemi, tha, që tokë, tha, po ta morë me kismet, tha veç apo do këtë ty, tha sho vlo, thash, s'kam shka me folë, nësë më shti me folë, tha se s'moj, tha s'kam folë mu. Vlavi morë, vlavi ka kry këtë plikim. Na veç e na shku me bu kontrote, atë që shkojnë me qitë për mi vetasin. Që shë përjetove, masi u sigurove që toka është ime? Po tokën e bënëm erdha djemve, thash, oj noni, thash, për hajrë ju kohë, thash, tokën, thash, na moren, na plejten. Tha djali, tha i modhi, tha, po, nani, toka, po, i vogli veç ma ka bo, tha, oj nani, tha, tokën, tha, kena bo, tha, po shpi, tha, së më bojna kur. Shpi, tha, së më bojna kur. Thash, jo, noni, jo, qyre tokën e kena bo. Tokën e bënëm, botë dhe shpia. Ja, kur s'kena me mujtë, na me botë shpi. Kom thonë, zdijet i lumi Allah, veç, nani qëre, veç lutë jo Zotit, se shkojnë në falen, në gjumu. Gjumu i si lujnë kur. Kom thonë, veç kur që këshë në gjami, në kry në sejgjde, lutë jo të lumi të Allah, veç qaj, qa bojnë, s'ki, qa shumizën veç të e kom. A pe lutin Zotin për përshojnë? A të kaldzojnë që e këna lutë? Po, oj nanë, kur po bëjen qështu gjoli. I modhi për të, edhe më po thot po, nani, a veç më thot po. A djoli vogël po, djoli vogël më kalëzana. Djoli vogël më kalëzana, oj nanë, qështu. Ani nani se aty e shkuan, në gjami tallohit atën, edhe ku do nani, veç lutë ju Zotit. I tha, ju thoma, lutë në Zotin, e Zotin asjel kejta. Veç me ato naltën, nani, kejtë kanë me asjel. Po, nan, po, qëre, kë ka kish maru shpijen, shoki jam e kish bu shpijen, ja, në qëto farë, që a bujnë në fund, qëre vi, nan, e kish bu shpijen, që farë shpi e kish bu, ani noni se bujnë dhe na, hajtë se, po nan, të kursun kena me bu, veç që më thot që ki vogli, kursun kena me bu, e la kur, po thonë. Ndjem pe lutin Zotin, po, nuk e thonë lutin në nësejgjde, pse? Se e lutë me edhe kështu, po kur ta mdojsh kryten, kur t'je drejtosh kiplës, limit alla gjamis, e kur shkeshin gjamien, që e bujnën, tha ma mire që aty na plëtsohet, kërkesa e fëmijëve. Lutja e fëmis,
kur shkën xhami me lutë Zotin e Zot, inshallah e bojna një shtëpi. E ndoshta ajo lutje ka shpu 7 qejt, e sot jeni këtu para neve, me ju thonë për haj shtëpinë e re. Faleminderit shumë. Për haj. Faleminderit Zoti, ju shpërblet dhe Zoti shpërblet ata që kanë kontribu. Amen, e gëzofshë për haj. Une do me që kaqë, ndjek një historien tash me gjërëve dhe uishje me të vend të nashme.